nuk mundesh me garantu para asnjë portal. Unë garantoj para portalit. Po nuk mundesh, ti mundesh me garantu vetëm për vetë. Kemi portale sot që janë out me famën, nuk janë shumë të famshme se diçka, po bojnë vetëm informacione të vërteta dhe me fakte të bazuara. Që ato janë sigur të vërteta? Se sa herë që unë jem fut në atë gazetë personale, s'po du me jap emën, ose atë portal, kom pa që lajmet kanë qenë sikur në titull, sikur në shkrime. Jo, unë bëj dallime. Jo, Ky portal është 100% i saktë, ky televizion është 100% i saktë, ky s'është. Po nuk mundem, se janë të gjitha pak a shumë të njëjta. Ti s'mundesh me ta ndru mendimin askush. A mund bazë të analizave, ky shumë drejtë. Unë bazë analizave që kom pa sa herë që jem fut në atë portal gjithmonë më ka dalë ashtu që është. Kur jem fut në portalet e tjera, vetëm pak. A e kon aty prezant? I ka bërë krahasime. I kom bërë krahasime. Kur jem fut në një portal krejtësisht tjetër, nuk jem kon atë shkrime. Nuk mundesh me garantu para asnjë portal. Unë garantoj para portalit. Po nuk mundesh, ti mundesh me garantu vetëm për vetë. Nëse ti dëgjon diçka tjetër ty thon ti po e ke shkuptan. Jo, nuk jena të thonë kur gjë tjetër. Jena shumë në frekuencën e njëjtë, po thjesht nuk pajtona me mendimin e tij. Jo, gabim e ki. Që të kallëzoj pse? Është mendimi jam. Po, dëgjë, na mujna mësë mu pajtu, veç sa mësë mu pajtu, po... Jo, nuk kam për atë aspekt. Dëgjëm dhe në pikë, ylli po thot kështu, titulli është krejt diçka tjetër, dhe kur hyn e lexon, është krejt diçka tjetër. Nuk ka, për shembull, rana më e madhe që u bëhet publikut këtu, thot shikoje filan vedon, si u pa me filanin, për shembull. Po, dhe kur e prek vedon nuk kanë portal vedoja. Kjo është, e ka kupton, kjo është në ato se çka po e thot. E kuptoj. Ran pa fund. Po nuk mundesh ti këtë rast yll vetë se s'mu jason as kërkosh me garantu që një portal ose një televizion nuk e bën asnjëherë këtë gjë. Jo, unë kam garantu për që ato lajme sa herë që jem fut gjithmonë siç ka qenë titulli, ka qenë edhe shkumë poshtë. Ti mundesh me thonë unë shoh edhe raste që ka lajme që janë shumë të vërteta dhe janë reale ashtu siç shkruan titulli, ashtu siç dihet, ashtu siç portale që është out me rëna dhe dezinformata.